Gjykata e Apelit ka shtyrë për nesër më datën 12 mars në orën 12:30 vendimin për Erion Veliajin dhe biznesmenët e përfshirë në hetim. Shtyrja u bë pasi SPAK paraqiti prova të reja për të cilat avokatët kërkuan kohë për të njohur. Dyshimet kryesore lidhen me telefonin Ariola Xhoxhës, bashkëshortes së Veliajit, e cila është në masën detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes i jashtëtetit. Në seancën e sotme, Veliaj dhe biznesmeni Elman Abule, të cilët ndodhen në burg, ofruan para dhe bllokimin e pasaportave në këmbim të lirimit. Avokatët e Veliajit kërkuan heqjen e masës, arrest me burg, duke argumentuar se ai nuk mund të ndikojë në prova apo të intimidojë dëshmitar. SPAK e akuzon Veliajin për korrupsion dhe pastrim parash, duke pretenduar se ai dhe bashkëshortja e tij kanë përfituar mbi 1.1 milion euro përmes një skeme rryshfetesh. Prokurorët Olzdado dhe Altin Dumani theksuan se Veliaj ka marrë 3 vila në Qerret dhe Xhoxha ka shpenzuar rreth 800.000 euro në blerje online të padeklaruara. Sipas avokatit Genz Gjokutaj, provat e reja mund të jenë të dhëna të nxjerra nga celulari i Veliajit, i cili është sekuestruar në momentin e arrestimit dhe analizuar nga ekspertët e BKH-s. Por ajo që përbën risi dhe që unë mendoj duhet të jetë administruar sot, telefoni i cili merret vetëm në momentin e arrestimit. Për oficerit e BKH-s për ta kthyer ekspektuar telefonin dhe mendoj që aty ata duhet të kenë gjetur gjurmë të veprave penale, rrethana, fakte të cilat lidhen me fabulën e kësaj çështje. Këto të dhëna mund të përmbajnë fakte kyçe mbi skemën e korrupsionit. Seanca zgjati 7 orë dhe u drejtua nga gjyqtari Engert Pëllumbi, i cili do t'i japi dhe vendimin përfundimtar. Ndërkohë, Erion Veliaj dhe kryeministri Rama kanë sulmuar vazhdimisht drejtësinë, duke ngritur dyshime mbi procesin gjyqësor.